Udhëheqësi i serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, duket se po largohet nga jeta politike në Bosnjë në shkëmbim të heqjes së sanksioneve të vendosura në vitin 2017 nga Departamenti Amerikan i Thesarit për pengimin aktiv të zbatimit të marrëveshjes së Daytonit përmes sfidimit të gjykatës kushtetuese të Bosnjë-Hercegovinës. Fuqia ligjore për vendosjen e tyre rrjedh nga urdhri ekzekutiv numër 13304 i nënshkruar që në vitin 2003 nga presidenti George W. Bush, i cili autorizon Departamentin e Thesarit të vendosë sanksione ndaj personave që pengojnë zbatimin e marrëveshjes së paqes së Daytonit ose minojnë stabilitetin në Ballkanin Perëndimor. Sanksionet përfshinin ngrirjen e çdo pasurie të Dodikut nën jurisdiksionin amerikan dhe ndalimin për qytetarët dhe kompanitë amerikane që të bënin transaksione me të. Presidenti amerikan nuk e ka nënshkruar personalisht vendimin kundër Dodikut, por Departamenti i Thesarit ka zbatuar urdhrin ekzekutiv ekzistues si bazë ligjore për sanksione. Heqja e sanksioneve ndaj Dodikut në shkëmbim të largimit të tij nga jeta politike rrit shanset e integrimit të Bosnjë-Hercegovinës në BE dhe zhbën një vatër të fortë të ndikimit rus në zemër të Ballkanit, e cila po kthehej në një model shkatërrues për stabilitetin e vendeve që kanë probleme me Serbinë, përfshirë edhe Kosovën. Heqja e sanksioneve kundrejt largimit nga politika në një farë mënyre arrin qëllimin e sanksioneve në këtë rast, pasi ato ishin pikërisht për të zhdukur rrezikun e minimit të marrëveshjes së Daytonit, e cila është strumbullari i paqes në Bosnjë, fakti që udhëheqësi ultranacionalist serb, që është figura më e dashur e Kremlinit në Ballkan, arriti ta negociojë fatin e tij me SHBA-n kundrejt ikjes nga politika është një shembull i mirë edhe për udhëheqës të tjerë të sanksionuar në Ballkan, edhe pse në këtë rast Dodik është sanksionuar për motive gjeopolitike dhe të sigurisë kombëtare. Sali Berisha, ndryshe nga Dodik, është sanksionuar nga Departamenti i Shtetit për minimin e demokracisë, shantazh ndaj sistemit gjyqësor dhe përfshirje në korrupsion madhor bashkë me familjen e tij. Deri më sot asnjë i sanksionuar nga Departamenti i Shtetit nuk është liruar nga sanksionet, ndërkohë që të sanksionuarit nga Departamenti i Thesarit e kanë praktikë normale rishikimin e sanksioneve kundrejt reflektimit në politikat e tyre. Në këtë rast Sali Berisha do të bënte mirë të negocionte me SHBA pikërisht atë që bëri Dodik, të largohej nga politika ai dhe familja e tij, të çlironte energjitë e reja në PD dhe të çlirohej nga sanksionet edhe pse ato janë të mbështetura në historinë e tij 35 vjeçare kundër demokracisë në Shqipëri dhe kapjes së shtetit. Por me që ai vuan më shumë ndarjen nga historia se sa nga pushteti, do të ishte një shans i mirë për të që të provonte se nuk ka ambicie për pushtet, as ai dhe as familjarët e tij të sanksionuar dhe se janë gati të tërhiqen në jetën e tyre për të lënë të lirë opozitën dhe PD-n të zgjedh vetë fatin e saj pa e lidhur me fatin e sanksioneve të tyre familjare. Dodik, një udhëheqës ku ka investuar gjithë politika ruse në Ballkan, në fund zgjodhi fatin e vet dhe të familjes së tij. Nuk besoj se Berisha është më peng se Dodik që duhet të rritë domosdon kryet PD-s qoftë edhe non grata. Pavarësisht dëmeve që i ka sjellë këtij vendi, minimit të demokracisë qysh nga viti 96, zhytjes së vendit në anarki e vllavrasje, përfshirjes së tij dhe familjarëve të tij në korrupsion madhor dhe shantazhimit të sistemit të drejtësisë, ai mund të marrë shembull nga Dodik se si të negociojë fundin e tij politik me dinjitet.